Dy vendet e Evropës lindore kanë raportuar së fundmi rishfaqjen e lebrës, një sëmundje që dukej se i përkiste të kaluarës së kontinentit. Në Rumani, 44 vjet pas rastit të fundit të regjistruar në vitin 1981, autoritetet shëndetësore kanë konfirmuar 4 raste të dyshuara, të gjitha që përfshin punëtor aziatik të punësuar. Ndërkohë, Kroacia ka njoftuar një rast i izoluar që përfshin një punëtor nepalez banor në këtë vend prej 2 vitesh. Pavarësisht alarmit fillestar, ministritë e shëndetësisë të dy vendeve theksojnë se nuk ka rrezik për popullatën e përgjithshme, fal ngjitshmërisë së ulët të sëmundjes dhe protokolleve të ndërhyrjes në kohë të zbatuara. Në Rumani, ministri rumun i shëndetësisë Rogobete konfirmoi praninë e një rasti të konfirmuar të sëmundjes së Hansetit, ndërsa 3 raste të tjera po i nënshtroheshin vlerësimit klinik dhe mikrobiologjik. Të 4 personat e përfshirë janë gra me origjinë aziatike, që punojnë në një qytet të madh si Transilvani. Autoritetet urdhëruan menjëherë mbylljen e përkohshme të biznesit, derisa të përfundojë hetimi epidemiologjik në vazhdim. Kroacia ka konfirmuar gjithashtu një rast izoluar të lebrës i pari në më shumë se 30 vjet. Rasti i fundit në vendin ballkanik daton nga viti 1993, ndërsa afërsisht 20 raste ishin regjistruar gjatë gjithë shekullit të 20. Sipas autoriteteve të Institutit Kroat të Shëndetit Publik, pacienti u paraqit në shërbimin epidemiologjik në Split rreth 10 ditë më parë me simptoma që përputhen me këtë sëmundje. Profilaksia është filluar dhe të gjitha kontaktet janë në monitorim të vazhdueshëm mjekësor. Autoritetet kroate theksuan se situata është plotësisht në kontroll. Rishfaqja e lebrës në Europë nuk duhet të jetë shumë e habitshme sipas ekspertëve shëndetësor, duke pasur parasysh vetë natyrën e sëmundjes. Sëmundja e Hansenit ka një periudhë inkubacioni jashtëzakonisht të gjatë, nga infeksioni deri në shfaqjen e simptomave të para. Mund të kalojnë nga 6 muaj deri në 10 vjet, ndonjëherë edhe më gjatë. Kjo e bën praktikisht pamundur zbulimin e sëmundjes përmes kontrolleve standarde shëndetësore tek njerëzit që vinë nga vendet ku lebra është ende endemike.